Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin. Po ndaloj tek një ngjarje shumë e bukur që ka ndodhur tek familja Kasapi. Pas dhimbjes të madhe që kjo familje po përjeton, pas humbjes së madhe të madhit Shpat Kasapi, ditët për to janë çdo ditë edhe më të vështira. Normalisht për nënën e tij, për bashkëshorten, nuk është e lehtë. Nëna ka humbur djalin, bashkëshortja ka humbur burrin, Roeli ka humbur babain. Kur të gjithë filluan që të heshnin dhe mendonin vetëm se çfarë gjërash të bukura të bënin për Shpatin, si do ta kujtonin Shpatin sepse tani edhe pak mbushen 6 muaj që nuk është në mesin ton, këngëtarja e njohur shqiptare me origjinë mirditore, Pandora, ka bërë një vepër që na emocionoi të gjithëve. Në një tekst të shkruar me dorën e saj dhe të kënduar në emisionin Një kafe me Labin, shoqëruar me piano së bashku me këngëtaren tjetër shumë virale në rrjetet sociale Zeno, Pandora ka dedikuar një këngë tepër të ndjerë për Roelin e bukur, për djalin e Shpat Kasapit, i cili falemderit Zotit ka filluar edhe të flet. Do me thënë 6 muaj më parë, Selvia dhe Shpati morën rrugtimin që të shkojnë drejt lokopedëve në Itali, që të kujdesen për Roelin, që Roeli të kishte një zhvillim më të menjëhershëm, por Zoti deshi që në këto muaj Roeli të na befason të gjithëve dhe të flet e të jetë me një shëndet të jashtëzakonshëm. Dhe për këtë gjë falenderojmë Zotin. Pandora, në mënyrë shumë të ndjerë, duke ja plotësuar dëshirën Selvijes në këtë rast edhe një mikes së saj, e këndoi me shumë lot këngën për Shpat Kasapin dhe për djalin e tij, dhe në mënyrë shumë të thjeshtë dhe të drejtë, ajo i foli ato fjalë që shpirti i saj i ndjeu. Kënga është në YouTube, për të gjithë ato të cilët nuk e kanë dëgjuar mund ta klikojnë, do të thënë është një këngë jashtëzakonisht emocionuese dhe do kisha dashur që ta falenderoj publikisht Pandorën, por si familje mirënjohëse që janë, Selvia është tepër mirënjohëse, por në veçanti zonja Gjylimsere Kasapi, nëna e Shpat Kasapit, është jashtëzakonisht mirënjohëse dhe në dhimbjen e saj më të madhe, ajo nuk la njeri pa falenderuar, nuk la njeri pa i shprehur mirënjohjen për fjalët e bukura që kanë thënë për të birin e saj. Ajo ka shkruar një koment i cili mori një vëmendje të madhe. Zonja Gjylimsere thot kështu: e bukura dhe e dashura Pandora, jam emocionuar me idenë tënde. Të falenderoj për çdo gjë që bën për Roelin dhe Selvien, të përqafoj fort. Kundër to, edhe Selvie Kasapi ka reaguar në Instagramin e saj duke falenderuar me shumë fjalë Pandorën dhe duke i uruar që nga kjo rrugë dhe nga kjo gjë të marrin vetëm të mirat. Unë uroj që Shpati të prihet në paqe, ku jam i bindur që ai është një ëngjëll lart në qiell, dhe Roeli të rritet dhe të krenohet me babain që ka patur dhe me suksese të jashtëzakonshme të gjyshes babait familjes nënës së tij.